Në organizim të Federatës së Atletikës së Maqedonisë së Veriut, të shtunën mbahen garat e vlefshme për kupën e vendit në disiplinat 10.000 metra në shtegun e stadiumit, si dhe garat për kupën në disiplinatin e hedhjes, ndërsa do të organizohet edhe turniri në disiplinat të stafetës dhe ato të kërcimeve në të gjitha kategoritë për djem dhe vajza, ku pritet të marrin pjesë mbi 100 garues nga klubet anëtare të Federatës së Atletikës. Në këto gara me garues të vet, do të prezantohen edhe 2 klubet e atletikës nga rajoni Tetovës, klubi atletikës Studenti dhe klubi i atletikës Kamjani. Televizioni Koha ishte i pranishëm në seancën e mbrëmshme stërvitore të klubit të atletikës Kamjani. Këtë fundjavë edhe starton sezoni i ri 2025 me turniret, si janë turniret shtafetore, turniret e hodhjeve, turniret së kërcimi. Ne si klub kemi bërë përgatitjet gjatë sezonit dimror, edhe shpresojmë se këtë vit do të jemi më mirë se vitin tjetër, edhe pse në kategorinë e pionerëve gjithmonë i ceki kemi qenë shumë mirë, por shpresojmë të jemi edhe më mirë. Trajneri Ibrahim Gjemaili në krahasim nga viti i kaluar, ku ka marrë pjesë me garues të rinj, këtë vit do të prezantohet edhe me junior, ndërsa ka edhe një garues senior që do të marrë pjesë në garat e kupës në 10.000 metra. Pra këtë vit klubi atletikës Kamjani ka qëllime të qarta. Qëllimi i klubit tonë për këtë vit është që të jemi ndër 2-3 klubet më të mira për kategorinë e pionerëve, edhe shpresojmë që të bëjmë ndonjë rekord tek pionerët. Por problemi i klubit të atletikës Kamjani, si dhe klubeve tjera, mbetet infrastruktura sportive. Po kushtet disi janë mirë, shihet edhe vetë nga tereni. Kemi kushte vetëm për vrapime, do të thotë nuk kemi kushte për disiplinat hudhëse ose disiplinat që janë në kërcim gjati, kërcim slarti. Ato nuk kemi kushte për të punuar në ato disiplina dhe për atë shkak më shumë jemi koncentruar në vrapime të shtidjeve të shkurta, sprinterike. Gjithashtu edhe për shtidjet e mesme kemi garues shumë të aftë edhe shpresojmë të ata të arrijmë mjaft rezultate. Në këtë sezon të atletikës, talentët e këtij klubi presin që së paku të shënojnë rezultate apo rekorde personale. Ne pas vitit të ri na përgatitur shumë për këtë javë që vjen garat dhe besoj që do marrim vende dhe fitore. Ne jemi shumë të përgatitur dhe shpresojmë që të kemi rezultate shumë mira, rezultate personale. Me garues të vet në garat e nesërme të atletikës, do të prezantohet edhe klubi i atletikës Studenti dhe atë me Aladin Ademin në disiplinat hedhje e shtizës, gjylës dhe diskut, Suhejb Jakupi në kërcim të gjatë në 2 kategoritë e seniorëve dhe Emir Huseini në kategorinë pioner në hedhjen e shtizës dhe gjylës.